Sa orë ka pyet ky vllau lexon në ditë? Normal këto nuk janë shumë me rëndësi çështjet personale për njerëzit. Unë e kam përzgjedh si pyetje për mu përgjigj për me dhënë një këshill, jo me tregu sa orë lexoj. Një gjë duhet ta kem parasysh, dallon leximi gjatë studimit, leximi pas studimit, leximi kur ki ma shumë kohë dhe kur ki ma pak kohë. Ajo që unë kam marrë në përfundim janë këto sene që kam i përmend tash. Shfrytëzoni kohën se jeni në fakultet me lexu shumë. Me kriju një diapazon domethënë të shumë librave, edhe nëse nuk arrini krejt me i kuptu, me i kalu spaku titujt, përmbajtjet e librave, nëse kimi lexu 100 libra në vet, kaloj 100, po lexoj, po edhe nja 500 tjera, kaloj kështu veç kalim thi, mësoj kush është autori, parathonjen, përmbajtjen e kështu me radhë. Gjatë shkollimit. Pas shkollimit, pastaj është koha kur akoma ti ki nevojë me marrë se fakulteti veç të jep ty çelësin çysh me studiu. Pastaj një 15 vite, 20 mas fakultetit, krija domethënë dije duke lexu libra rreth aty në shkencave, për shembull ke mësu për fe, shko lexon në fiqhul islam, në jurisprudencë, në hadith, në tefsir, në akide, në tauhid apo monoteizëm etj etj. Lexo libra duke u mundu domthonë mi kuptu sa më shumë. Lexo libra. Tjetra pikë, unë jap përparësi leximit të një libre 10 herë, të një libre 10 herë, se sa leximin e 10 librave ka një herë. Kjo është shumë më rëndësi. Mene këtë problemi. Nëse s'mon 10 herë, 5 herë, nëse s'mon 5 herë, mas paku 3 herë lexoj një libër. Tjetra, tash në këtë kohë, une, nuk jam prej atyre që lexoj me orë të tëra, për shembull 10 orë, 12 orë, një vëllim ditë. Që e kemi bon diçka të tillë, ka pas raste kur kemi lexu edhe ma shumë se sa, për shembull 15 orë, 16 orë, deri në ato limite, jo rrallë, po jo edhe shpesh. Ajo normale ka qenë 8, 10, tash me angazhime të mëdhaja, thash edhe 20 vjet mas fakultetit ke lexu, unë kom mriket, kam kalu të ma ose 20 vitin, këtë vit e kaloj mas fakultetit e kam fjallën. Kam fillu me përdor një metodë tjetër, ajo me lexu vetëm gjëra, me marr kajmakun e librave, edhe me lexu qatë kajmakun